Cilat janë shkaqet kryesore që sjellin vonesën e të folur ose që ndikojnë në vonesën e të folur tek fëmijët? Gjithmonë vonesa në përgjithësi bashkangjit ose më saktë mbi vendoset me çrregullimet e zhvillimit. Nëse ne nuk kemi një çrregullim zhvillimi, një nga shkaqet kryesore po i listoj sipas rëndësisë. Normalisht që trashëgimia luan një rol kryesor. Zakonisht në këto fëmijë ose një nga prindit është i folur i vonë. Tjetër, mund të ketë problematika të dëgjimit, të lindurit e parakohshëm janë një nga faktorët e tjerë që ndikojnë pikërisht në vonesën e të folur. Ekspozimi ndaj ekraneve gjithashtu është një nga faktorët që çon një vonesë në të folur. Pa përjashtuar këtu problematikat e tjera të zhvillimit. Pra të flasim një vonesë të thjeshtë, të pasur gjuhësore, pa problematika të tjera të zhvillimit. Nga të gjitha këto që ju përmendët, cila mendoni që është ajo që mund të ndikojë drejt për së drejti dhe është një faktor më i targetuar ose një faktor që e vin një re? Përveç për shembull, është teknologjia ajo që ndikon drejt për së drejti? Mund ta përcaktoni si një faktor kryesor apo mund të jetë diçka tjetër? Unë personalisht apo shikoni të gjitha bashkë? Se e mendoj gjithmonë se kur kemi biseduar përpara do hapim polemika, them, po nuk mendoj se drejt për së drejti ndikon teknologjia. Unë mendoj që midisi kur fëmia rritet, sa produktiv është, njerëzit që atë rrethojnë, njerëzit që kujdesen për rritjen e tij. Pra komunikimi e folura nuk vjen vetëm sepse e pengoj pikërisht ekrani. Domethënë për mua janë zinxhir, janë gjithë faktor, elemente shtesë, le të themi që e rrethojnë, por jo se ekrani është faktori kryesor. Eksakt, do të thotë që aty vështirësia është, por ndërkohë që ndikohet një katalizator të tjerë pastaj nga midisi jashtë rrethues ndikojnë dhe e nxjerrin më në pa, por dominuese është vetë vështirësia. Po.